nga të gjitha viset shqiptare. 6 turpe kombëtare. Për të mbrojtur një organizatë kriminale. Se edhe ai që i thon aty është antar i organizatës kriminale. Po, ai Sokol Balluku. Ndaj dhe nuk mund ta kaloja kështu të formë. Çështja tjetër që duhet të sjell këtu është çështja e klubit Dinamo. Klubi Dinamo, pasi i morën 75.000 metër katror tokë, ja plaçkitën. E transferuar në Durrës për Ergysagassi City. Klubin Dinamo e kishte më parë një Paskuçi. Paskuçin mos gaboj është një tregtar kafeja ose diçka kësaj natyre. Tregtar i vjetër kafeja. Këti në mënyrat që din vetë këta e detyruan të shes aksionet. Po kush janë blerësit e aksioneve? Ergysagassi dhe Soto Junior. Por de facto është Ergysagassi. Dhe pas kësaj vjen Agassi Manchester City. Pas kësaj vjen Agassi Akademia e futbollit. Pra shikoni se si kreu i Meduzës, se si kreu i organizatës kriminale akaparoi 2 klubet e mëdha sportive të vendit. Me Olsin, klubin Partizani, që lajnë para nga mëngjesin darkë, me Gysin, klubin Dinamo, Manchester City. I bëj thirrje. Federatës Ndërkombëtare të Futbollit të ndërmarrë një hetim urgjent ndërkombëtar për çmontimin e këtyre strukturave super mafioze që kanë pushtuar 2 klube prestigjioze me histori të pamohueshme në futbollin shqiptar dhe që përdoren në funksion të interesave strikt mafioze të familjes Rama, të familjes Edi Ramës. Këtu janë të gjitha dokumentat, të gjitha këtyre transaksioneve dhe veprimeve. Në çdo hap, shkelje ligjore dhe mafioze, për të cilat sigurisht do paraqiten para organeve të drejtësisë, por hetimi ndërkombëtar është i domosdoshëm. I domosdoshëm. Dy klubet më klubi Dinamo është një pasuri e madhe dhe klubi Partizani janë vetvete pasurira kombëtare. Shfrytëzohen nga Olsi dhe Agassi. Rasti është kjo që familja Rama ka shtërë në dorë të 2 klubet, thoni ju? Jo. Aty lahen parat e drogës. Në të dyja.
Aty janë kthetrat e mafjes mbi bastet sportive dhe bastet tjera. Denoj këtë vërtari kriminale të familjes Rama dhe tentakulave të saj. Komisionera për zgjerimin Marta Kos bëri një deklaratë lidhur me çështjen Ballukut në Shqipëri, ku tha se Brukseli po monitoron këtë çështje që është në hetim, por gjeti si problem pranimin që shoqëria shqiptare i bën korrupsionit. Keni një përgjigje për zonjën Kos? Faleminderit. Deklarata e komisioneres Marta Kos, një ditë pasi partia e saj fitoi zgjedhjet në Sloveni dhe si sfoli gjerdje, është një deklaratë e mirëfillt, raciste dhe korruptive. Nëse kemi të bëjmë me korrupsion politik apo korrupsion monetar, kjo është çështje e institucioneve të hetimit të Bashkimit Evropian. Por të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjet si ortak i tij. Kaq kam për këtë koment. A keni